Polonia antare e NATO-s ka ngritur me urgjencë në fluturim avionët luftarak gjatë natës pasi Rusia kryu sulme me rrezet e gjatë në Ukrainën perëndimore, tha ushtria e Varshavës. Ministri e mbrojtjes së Ukrainës tha se Rusia kishte nisur një sulm masiv ndaj Ukrainës gjatë natës duke përfshirë lëshimin e raketave të lundrimit dhe balistike si dhe dronëve. Të paktën 9 persona u vranë në Kiev dhe më shumë se 70 të tjerë u plagosën, thanë zyrtarët e Ukrainës. Sulmet ruse me raketa dhe dronë në Ukrainë kanë prekur her pas here në vendet e NATO-s si Polonia dhe Rumania, të cilat kufizohen me Ukrainën. Anëtarët e NATO-s janë në detyrë kolektivisht të përgjigjen me forcë të plotë sulmeve ndaj një vendi të aleancës. Dronët dhe raketat që hynë në hapësirën ajrore të NATO-s nuk janë trajtuar si sulme ndaj aleancës deri më tani, por autoritetet polake kanë ngritur avionët në fluturim disa herë në javët e fundit për shkak të sulmeve ajrore të Moskës në Ukrainë. Të njëjtën, Komanda Operative e Forcave të Armatosura të Polonisë shkroi një postim në X se ushtria e Varshavës dhe forcat e tjera të NATO-s ju përgjigjën avionëve me rrezet e gjatë veprimit të Rusisë që kryenin sulme mbi objekte të vendosura, ndër të tjera në Ukrainën perëndimore. Polonia ka ngritur avionët luftarak dhe ka vendosur në gatishmërinë më të lartë sistemet e mbrojtjes ajrore dhe ato të zbulimit për të mbrojtur territorin e NATO-s në kufi me Ukrainën, tha Varshava.